Kjo është një nismë për me mbështet kandidimin tonë, vendimin e nënshkrimet qytetarëve që kanë drejt vote, për të certifikuar për pjesëmarrjen në zgjedhje. Kërkesa e njerëzve ka qenë në 3 palë zgjedhje radha si Partia Socialdemokrate me garu, tani kanë vendosur me garu, që është pato ju mbështetja për njerëzve për garimin tonë, se nuk është domethënë mbështetje për votë, por është mbështetje për ne të qenë pjesë e kësaj gare, është shumë e mirë dhe po pritet me disponim, kisha me thonë. Rezultati zgjedhor do ta vendosin qytetarët e Republikës së Kosovës. Ajo që na kemi mu angazhu është Kosovës i mungon opozita. Kosova nuk ka pas opozitë që është duhet në këto vite qeverisjes Kurtit, dhe ne e kemi shpreh tashmë të qartë. Për herë të parë po ndodh në Kosovë, ne ekskluzivisht po garojmë për të qenë opozitë në mandatin e ardhshëm. Pra ne nuk do të jemi pjesë e qeverive, por do të garojmë për ulëset e opozitës. Besoj që opozitën që na mundem me bo, është më e afërta asaj që i vjen Kosovës. Nuk e di qysh lexohet, po ajo që unë mund ta më thonë është që unë besoj thellësisht që Kosova ka pas opozitë të gabume edhe në kuptimin konceptual edhe të qasjes. Rezultati është pa. Besoj që i vjen Kosovës opozitë tjetër. Do të ishim tjera pozicione, sikur opozita të ishte pozicione tjera. Nuk është problemi jonë, problemi është i tyne, që ata i kanë marrë këtë pozicion. Ne jemi ngarë me të gjithë tash, jemi ngarë edhe me vendosin, edhe me PDK-n, edhe me LDK-n, edhe me të tjerët. Prandaj ne kemi pozicionin ton ekskluziv, i cili nuk i shërben as opozitës e as pushtetit. Dinamizimi i opozitarizmit që është shumë i rëndësishëm, qasje e fuqishme ndaj çështjeve që ne mendojmë që janë më rëndësi, pabarazia, mungesa e demokracisë që nënkupton kapja bordeve, institucioneve krejt tyre. Dhe çështja marrëdhënie me jashtë që besojmë që është e rëndësishme mu ndërtu peniparimit e, si me thonë, paqes përhershme. Kosova nuk duhet me met peng i këtyre çështjeve të hapura as me Serbinë dhe as me të tjerët. Ju e dini që prej qytetar Kurti në pushtet nuk është puna që na ka prish puna veç me Serbinë, po është prish puna edhe me Shqipërinë, shumë me Serbinë, prandaj shohim një qasje krejt tjetër. Se besoj që për 3 palë zgjedhje është shpresu nga votuesi i paknaqur që modeli i PDK-s dhe i LDK-s është modeli që zvoglon e rrezon Albin Kurtin. Besoj që është kuptuar qartë se ai model mundet veç me forcu, dhe rrjedhimisht besojmë që është kriju momenti për shpjegimin tonë. Shpjegimi jonë ka qenë i mëtshëm, tash është aktualizu, ka qenë kërkesë e njerëzve dhe na jemi në këtë garë për me